Do të flasim për marrjen si të pandehur nga prokuroria e posaçme e numrit 2 të qeverisë, zonjës Belinda Balluku, e cila po të premten u paraqit në SPAK. Zoti Beci, si shpjegohet do? Asnjë mas sigurie apo pritet të kërkohet më pas? Shiko, nga pikpamja procedurale, në rast se një person merret vetëm i pandehur, prokuroria, duke parë nivelin e provave, nivelin e rrezikut që mund të krijojë personi, nivelin e rrezikshmërisë së veprës, por dhe jo vetëm të veprës, por dhe të personit, faktin që nuk kanë përfunduar hetimet, është shumë e rëndësishme të interpretojmë mënyrën se si prokuroria do të qaset nesër. Në rast se prokuroria vetëm e ka marrë pandehur dhe nuk ka përfunduar hetimet, domethënë nuk ka përfunduar hetimi paraprak, litari është jashtë. Do të thotë që mund të caktoj dhe nesër një mas sigurimi. Mund të caktoj dhe nesër një mas sigurimi në rast se shikon që personi që është numri 2 i qeverisë shqiptare mund të rrinë në detyrë dhe automatikisht mund ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në marrjen e provës, në prishjen e provës, në intimidimin e dëshmitarëve dhe në shumë arsye të tjera. Por, në rast se do të ishte përfundimi i hetimeve së bashku me njoftimin e akuzës, mund të thoshim që mund t'i ketë duart e lidhur prokuroria, sepse nga pikpamja e procedurës penale, ti masën e sigurimit e cakton vetëm për të kryer hetimet paraprake. Në rastin ku jemi, në rast se ti ke zëvendës kryeministrin e Republikës Shqipërisë, i cili gjatë ushtrimit të detyrës së tij ka kryer një vepër penale e cila dënohet deri në 5 vjet burgim, atëherë sigurisht që mund të konsiderosh dhe marrjen e një mase sigurimi. Dhe marrja e masës sigurimit ka lidhje të drejtë për drejtë me mosprishjen e provave dhe me tërë elementet që parashikon kodi procedurës penale për efektet e ruajtjes së një procesi gjatë hetimeve paraprak. Të gjitha janë elemente rrezikutike, se të gjitha janë elemente të tjera. Se nuk dëgjuam asnjë, ndoshta dhe nuk është bërë as marrja e pasaportës. Prandaj duhet të shpjegoj një situatë të tillë. Zëvendës kryeministri, po si do i marrësh pasaportën dhe i jashtë? S'ka lidhje, mund t'ja marrësh pasaportën dhe e fut në xhep pasaportën. Po jo, po ta mbash zëvendës kryeministrin në shtëpi pastaj. Nga pikpamja procedurale është shumë ministri i jashtëm, çfarë? Jo. Zëvendës kryeministri edhe ministri i infrastrukturës. Shiko, të flasim në element. Jo. Zoti Sefa, më fal ta mbaroj. Në rast se do flasim drejt, atëherë ja të shpjegojmë çfarë do flasim drejt. Unë do të shkarkuar që ditën që doli nga ajo derë. Të lutem ta mbaroj pak. Të lutem. Në rast se unë të thras dhe ti më thua jam me shërbimi a shtetit për shkak të punëve që kam, mendja e parë që i lind prokurorit dhe grupit e timit është ja sekuestroj pasaportën dhe ta kem këtu kur ta thras, si mos më thot jam në një konferencë tjetër. E para. E dyta, në rast se unë ty të kam marrë vetëm pandehur dhe s'kam përfunduar hetimet dhe duke ju referuar precedentëve të mëparshëm, pavarësisht se ti ke imunitet si deputet, masat e tjera u provua që mbeten në fuqi me rastin e liderit opozitës. Për këtë arsye ne nuk e dim, nesër do i drejtohesh apo jo gjykatës për sa ka një mas sigurimi. Jam me zotin Spahiu, jam me të gjithë juristët që mendojnë që arresti në burg është elementi i fundit për të cilin ne duhet mendojmë për caktuar mas sigurimi. Por masat e tjera janë të domosdoshme, aq më tepër kur lidhen drejt për drejti me detyrën që ti kryen dhe me faktin. Po çfarë ka ndodhur, zoti Beci, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Pse ka vepruar kështu prokuroria? është taktike e prokurorisë. Çfarë taktike? Taktika e prokurorisë, në rast se ti nuk largohesh ende nga detyrat, largoj unë. Si të largoj unë? Unë të kam marrë të pandehur. Po. Vlerëson Këshilli i Ministrave në bazë të legjislacionit të... Pra topin ja ka kaluar Rama. Patjetër, sepse në bazë të funksionimit dhe funksioneve që ka dhe detyrave që ka kryetari i Këshillit Ministrave, mund të vlerësoj që zëvendësi vet, në rast se është i pandehur në një çështje penale, mund të shkarkoj ose mund të kërkoj dorëheqje vetë zëvendësi vet. Në rast se ti nuk kërkon dorëheqje dhe në rast se nuk i jepet dorëheqja, atëherë mund të ndërhyjë organi procedues me masa të tjera ndaluese jo shtrënguese. Duhet të hapi dorëheqjen, duhet të shkarkohet. Përgjithësisht, çdo njeri publik që akuzohet që ashtu duhet të largohet ose të paktën përkohësisht, marrojnë hetimet drejt qytetarëve, mund të rikthesh detyrë qofse s'ke probleme. Mirë, pa kjo është një gjë që në Shqipëri fatkeqësisht s'ka ndodhur. Ka ndodhur? Kur Ilir Meta ka dhënë dorëheqje. Po çfarë ka dhënë? Për bllokun e zi. Mos më bë me folë të shi, se ai bloku zi u përmes gjithë sistemit drejtësisë dhe bloku zi nuk do. Derisa u bëj bardhë.
u bëj bardh. Dhe jo vetëm aq, po kishte 700.000 euro që janë gjetur vetëm këtu biztu. Gjykata lartë gretën dorën 5 veta që thanë që nuk ka video. 700.000 euro doj Shqipëria. Mirë, po precedenti dorëheqjes ekziston. Qofse, po të them, dhe ai besoj që detyrueshme e ka bërë këtë punë. Ta thash, unë nuk jam as prokurorës gjës, edhe nga i herë këto punë, do a shikojmë, si do eci, në qofse këtu ka gjërat, disa nga këto kolegët janë atje, më brënda, me thënë drejtë. Nuk është se po bëhet hataje, po gjithsesi disa janë brënda, u bë vite Po hataja dhe kësa u janë? Do me thënë, të 5-6 vjetë të fundit, nuk është se janë hetu. Kanë me kesh këmbine i muhabet, do me dhe nuk janë vetë. Kështu që, ta thash, qështja është ke Rama të shi, gjykon politikisht që këto njerës që i thërresin për ditëna, për prokurorinë i drejqitanë. Pra ti mendon duhet ta shkarkoj Rama? Po sigurisht, Rama duhet i marrë vendimet. Është ky kryeminist, ai ka mëru, ai ka vënë, ai mban përgjegjësi. Ose të shkarkoj Spakun. Morale për këtë punë, nuk mund t'ja delegoj siç bën Rama që kush ha kumlla dardha pas shpinës time. Ore këtu gjithë kumlla dardha pas e gjenë. Atëherë ti si kryeminist nuk ke detyrimin, nuk ljen detyrimin ti që në një farë mënyrë ta bësh ti katarsisin, o jo katarsis, se kjo fjale madhe gjanëm, po, si me thënë, të vesh sa regula për qeverisjen tate, nuk ke përgjësi politike, po e di pse ndodhë kjo, se këtu ka ndodhë shumë nga këto histori, e ca janë dënua, e ca janë hetim, mirë po populli demokratik shqiptar, nuk është se i ka dhënë një dënim madhë për korupcion kësaj qeveria, se me qenë votat, me këtë që ka ndodhë këtu, them që kjo qeveri duhet kështë rënë me kohë, se moralisht ka rënë prej vitesh. Mirë për nuk ndodhë kështu. Ti mund të bësh çfarë dush në këtë vënd, edhe kur vje puna, votat i merë prapë, se mekanizmi për të marrë votat nuk... Ja japin apo i merë votat? Po ca i merë, ca e japin, edhe e japin, me thënë drejtë. Ka dhe një opozit që sulmon ata që i japin këto benefite? Sulmon Spaku? Ore ka i krahasimi bëhet kush është e keqja më e vogël. Ajo e para punës, e dyta punës, turp vjegjë e them, po nuk është se jemi në i popull që ngremi për moral. Ose që hajdut liku duke turp i madh. Vetëm ku na morën gjithë parat, gjithë kursimet vetëm atëre unë ngritëm. Një pjesë e mire shqiptarve mendojnë që hajdut liku, jo është zotësi, mërti, je i zotë, je bënd, ti si i zotë, prandaj se bënd. Zoti Sheu merr vesh më shumë nga ekonomia, po me popullin tonë është e çuditshme, se kur vidhen ke skemat piramidale që të futet dora në xhep, u dojt Shqipëria. Kurse kur vidhen fondet publike, që këto vite janë vjetur, nuk i quajnë lekë të tyre, se s'ka mundësi. Po të dëgjosh Arguna Metën ashtu do thotë, nuk janë lekë të popullit, do të janë lekë të qeverisë. Kjo është teoria e lekë të qeverisë. Unë them, ta lejmë ato prokurorët, bëjmë punë vetë, ne bëjmë gjykimin politik këtu, se ta thash, zotëria ka qenë prokuror, zotëria mund të... Okej, mirë, po a ekziston rreziku që ta lëm prokurorin të punoj, por a do ta lëj duke qenë në zyrë zonja Balluku, a do ta lëj prokurorin të punoj apo jo? Pas një hapësire të shkurtër publicitare do të flasim për këtë çështje dhe për aeroportin e Vlorës. Publicitet. Mbrëmja në Report TV mundësohet nga Alpsig. Po ti kush je? Unë jam tipo pas 35 vitesh. Asa mire ke bërë me atë pensioni privat. Po bëj super jetë në të ardhmen, nuk më mungon asgjë. Me 20 euro. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Bisedën në pjesën e parë e lam pikërisht tek marrja si e pandehur për aferën e tunelit të Llogaras të numrit 2 të qeverisë zonjës Belinda Balluku. Çfarë elementesh ka? Do të vazhdojmë të flasim në këtë pjesë të dytë dhe më pas do të flasim për aeroportin e Vlorës. Qëndrojmë tek thirrja e zonjës Balluku. Si e shikon ti doon që pa asnjë mas sigurie? Pa asnjë mas siguri lidhet dhe me funksionin, në fakt, me jemi sinqertë. A ekziston mundësia që të prishi prova duke qenë në zyrë? Ajo shikohet rrugë. Vetëm një gjë ishi sigurt, për atë vepër që akuzohet edhe që është marrë pandehur
prokuria është 100% e bindur që ka kryer dhe ka të provuar, të mundohet të bëjë çdo doj tani, prokuria ka të provuar. Është shumë e vështirë të vesh të zëvendës kryeministri edhe të kërkosh që të bësh mas sigurie dhe pastaj të jesh provat rrugës, nuk ndos. Domethënë, derisa ka arrit në atë nivel që është kur tha Donald Luja që do merret me peshqit e mëdhenj, nuk e besoi njëri. Peshqit e mëdhenj kanë mbaruar punë, janë gjithë të pandehur brenda në mas sigurie gjitha me radhë. Vetëm peshkaqeni është që po lëviz vetëm deri tani. Peshqit e mëdhenj janë gjithë brenda. Të jemi të sinqertë. Akuza për cilën është marrë pandehur zonja Balluku është më e rënda pas korrupsionit për funksionarët publik. Që do të thotë, shkelje barazisë tendra, ti je për atë punë. Bën prokurime publike për një vepër që është madhore në infrastrukturë, 190 milion euro, dhe akuzohesh që ke bërë një tender gabim. Ke favorizuar një subjekt caktuar. Thot prokuria posaçme. Që këtu nuk ka më as moral dhe as më mënyrë se si ti legjitimohesh për të qëndruar në detyrë. Domethënë ti akuzohesh për një shkelje detyrës dhe thua unë do rri prapë në detyrë. Për çfarë? Për të bërë shkelje tjetër prapë. Se ti do bësh prapë prokurim publik. Okej, po të qëndrojmë tek elementi politik i kësaj çështje. Dhe elementi politik, ndërkohë kur doli lajmi, kryeministri Rama deklaroi për Deutsche Welle që tha drejtësia ka punën e saj, ne kemi punën tonë. Por ndërkohë kur ka nisur çështja e parë, që është thirrur një zyrtar i parë në SPAK, ne kemi një deklaratë të zotit Rama, të bërë 5 vjet më parë, të cilën e ka përsëritur në të gjitha rastet, që PS-ja nuk bëhet zyrë avokatie e askujt. E ndjekim sinkronin e regjia, ju lutem? Se Partia Socialiste nuk është zyrë avokatie të pandehurve dhe të akuzuarve nga drejtësia mes radhëve të saj, por është fuqia e votuar nga populli shqiptar për të shërbyer Shqipërisë dhe qytetarëve të saj, jo të pandehurve, as të akuzuarve në radhët e veta. Korrupsioni, rishfeti, bakshishi nuk kanë ngjyrë politike, janë e zeza, errësira, ullumi, me cilin ne duhet dhe të përballemi duke vazhduar të reformojmë Shqipërinë, të ndërtojmë shtetin e drejtës shqiptare, të refuzojmë çdo lloj mbrojtje për çdo qoftë ndër ne që bie prej atyre, dhe të udhëheqim popullin drejt majës ku duhet ta ngjisim dhe ta ngjisim Shqipërinë me forcën e shëmbullit, jo me shëmbullin e forcës. Kryetari i Bashkisë Lushnjës do të shkarkohet nga detyra dhe do të përjashtohet nga Partia Socialiste. Masa që mund të rishikohen vetëm nëse në fund procesit ai do të dalë i pafajshëm para drejtësisë. Regjia më lidhi lutem me Kreshnikun? Kemi në këtë rastin e Ramës një standard të dyfisht, ndryshe për zyrtarët e tjerë dhe ndryshe për zonjën Balluku? Kjo është një pyetje që vlen 1 milion dhe mendoj që Partia Socialiste gjithmonë ka mbajtur 2 standard. A unë mos më thënë 4 standard. Standard tjetër mbajti për Sajmir Tahirin, në cilin e refuzoi kërkesën për një autorizim për mas sigurimi që kishte bërë prokuroria, dhe tjetër standard mbajti për Arben Ahmeta. Dhe nuk është hera e parë tani që përballet me rastin Balluku. Rasti Balluku nuk është i parë. Rasti Balluku është i fundit. Ajo çfarë unë do doja të analizoja në mënyrë të ftohtë dhe pansi do të thoja që vendosja standardit ne nuk mund t'ja kërkojmë partisë. Nëse gjykata apo prokuroria... Jo, ne ja kërkojmë kryetarit të Këshillit Ministrave. Po, dakor. Por ne po diskutojmë për një standard e para ligjor, jo moral. Shqipëria është një vend ku nuk ka moral politik.
Vetëm politika, morali politikës ka shkuar në fund këmbëve, si ato nuk po e them ta banalizoj, po këta i kanë ulur në fundet. Dhe ne nuk mund të presim. Standardin ne e kërkojmë nga organi procedues dhe e kërkojmë nga gjykata. A kemi një sistem drejtësie që mban të njëjtin standard për vepra penale të njëjta dhe për subjekte të ndryshme apo jo? Unë deri më sot pretendoj që nuk ka të njëjtin standard. E para mendoj që jemi ende herët për të vlerësuar nëse prokuroria ka vendosur të ketë një masë sigurimi për zonjën Balluku apo jo. Ende nuk e dim nëse do i drejtohet me autorizim. Ka statusin e të Pandeurës. Po s'ka gjë është. Por e ka status, pas status, asgjë nuk e përjashton që pas marrjes si e Pandehur të kërkohet një masë sigurimi. Po masa sigurimi, siç e kam thënë dhe më parë, prokuroria nuk mundet të marrë masë shtrënguese arresti me burg apo arrest spjak pa autorizim të kuvendit, nuk mund të ushtroj kontroll banese apo sekuestro të mjeteve si që janë celulari e tjerë për deputetët, përfshi këtu dhe zonjën Balluku që ka atë status për shkak të përfitimeve që i jep, të drejtave që i jep kushtetuta. Pra, që ndryshe nga subjektet tjera, për zonjën Balluku ka qenë e detyrueshme për shembull autorizimi. Për Erion Velin jo, sepse kjo është diferenca që bën vetë kushtetuta apo ligji. Dhe ende nuk e dim nëse do i drejtohen kuvendit prokuroria speciale për një masë shtrënguese apo nuk do të kemi për kontrole apo jo. Më pas dhe unë mendoj, është ende herët për të thënë nëse Partia Socialiste dhe Edi Rama do ta mbajnë në detyrë apo jo. Një gjë mendoj që do të ndodhë. Nëse zonja Balluku do të hetohet e lirë pa mas sigurimi, janë të gjitha gjasat që nuk do të ketë as dorëheqje, as shkarkim. Ky është gjykimi im politik. Do më thënë, parashikimi im politik. Por ende është herët, unë mendoj që... Çfarë bën kaq të fortë Belinda Ballukun që Edi Rama druhet ta shkarkoj? Ta mbaj si kost. Çfarë e bën të fortë? Padyshim e bën të fortë sepse është njeriu të cilit i ka deleguar kompetencë. Pra zëvendës kryeministër do të thotë që në shumë raste vepron në emër të kryeministrit. Është numri 2. Nga ana tjetër nuk është numri 2 i parë që shkon në kemi precedent tjerë, kemi ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Domethënë ashtu siç u thanë në panel, përgjegjësia është shumë e lartë sepse është zëvendës kryeministri, nuk është zëvendës kryeministri i parë. Nga ana tjetër, për sa i përket ato teoritë që jo i ka bërë presion, jo nuk e heq dot, unë e kam pak të vështirë ta besoj. Eksperienca ka treguar që Edi Rama largon çdo kënd. Dhe nuk mendoj që e mban nga frika Belinda Ballukun. Koha do të tregoj këtë që po them. Po, a mos ekziston rreziku se ajo të jetë një Arben Ahmetaj 2 që të fillojë të flasi, të denoncoj... Çka ka fort Ben Ahmetaj, se jam shumë kurioz, çka ka fort? Unë nuk mendoj... Do nuk bëri publike këtë tunelin e Llogaras. Pa kishte denoncime publike një vit para Ben Ahmetajt. Ilir, vetëm ta them fjalinë e fundit. Në Shqipëri, sot, 2 njerëz provojnë politik, të tjerët nuk janë. Do më thënë janë ushtar shahu, paka shumë të 2 partive. Politik jo, po skandale po, Klershnik, ndoshta. Sali Berisha dhe Edi Rama. Korrupsion. Për 35 vjet, këta kanë treguar që eliminojnë çdo kënd. Kush ka iluzionin që Edi Rama pas ka frikë një zonjë, koha ka treguar që ka eliminuar njerëz edhe më të fortë, po flas edhe personalitete, edhe burra, ka eliminuar politikisht e tjerë. Nuk jam nga ata që mendoj që Edi Rama e mban për frikë. Teori konspirative i tha, i ra, e shau, e tjerë, këto nuk i besoj dhe
nuk i besoj sepse koha do e tregoj se çfarë do ndodhi në Por ditët gjithsesi nuk ma shpjegove do se vim tek pyetja që të bëra në fillim. Do që pse me këtë standard të dyfisht kaq favorizues për zonjën Balluku. O zotri, po Sali Berisha është i pandehur dhe pretendon të jetë kryeministër kandidoj. Jemi duke folur për raportin. Është i pandehur. Erion Velia është në arrest dhe rri kryetar bashkisë po jep dorëheqje. Nxjerr VKM për ditë. Kush është logjika kjo? Kush është logjika këtu më është? Ai tjetri është në Burg është kryetar bashkisë, më çfarë flisni? Po nxjerr VKM për ditë o Kreshnik. Jo, zoti Stefa. Shumë e vërtet kjo. Pa nxjerr VKM për ditë me firmën e saj tani, dalin VKM për ditë. Po jam plotësisht dakord me firma e saj për ditë, jepin tani. Po jam plotësisht dakord. Po flasim për moralin apo për ligjin, për standardin ligjor apo moral, se janë dy gjëra të ndryshme. Ligjore, standardi ligjor e përshtaton prokuroria, nuk e përshtaton kryeministri, standardin ligjor. Janë antagonist. Qofse prokuroria thotë që ka element që duhet të jetë në mas siguri, atë përshtaton prokuroria, nuk e përshtaton kryeministri. Un jam besnik i ligjit, nuk mund të them dot që njëri s'duhet t'jap dorëheqje, tjetri t'jap. Ligjërisht, nuk ka dorëheqje ligjërisht. Ligjërisht ka është kërkim, për nuk ka dorëheqje. Dorëheqja është si pasojë e nivelit politik. Ta them fjalin e fundit dhe unë tërhiqem nga kjo. Po, thuaj. Për t'ju dhënë kohë juve. Fjalia ime e fundit është kjo. Në Shqipëri ka ardhur një moment që krijohet një standard. Ose të gjithë të pandehurit që janë në detyrë duhet të largohen dhe t'japin dorëheqje, ose asnjëri prej tyre të mos japi dorëheqje dhe të prezumohet parimi i prezumimit të standard e shpalli 5 vjet më parë. Sapo e pan standard. E shkarkoi edhe nga partia atë. Bile edhe shkarkoi edhe kështu nga partia si Mehmetçeu pas vdekjes donë. E përjashtoi nga partia. E njëjta pyetje për Tripolin. Un kam një perceptim, po do shta gjusëm e informacioni që kjo historia e Edi Ramës, e cila në fakt u thye me Erion Velin që për hir të së vërtetës, po të marrim gjithë historikun, i shkarkonte që të mos kishte asnjë të proceduar në detyrë, të proceduar, jo të arrestuar, në detyrë, dhe kështu ju ka ndodhur pak a shumë gjithë, dhe i shkarkonte dhe i linde dhe pasaj thoshte që kuj kam biles, kur e pyesin. Po, edhe ky është precedent i parë. Kuj kam unë, thoshte, ish, do më thënë për t'i këthyr njëra i, për t'i këthyr dikur, tek Erion Velia në zyrë, se dojtë. Tani këtu jemi në rastin e dytë dhe më flagrant, se dhe është numri 2. Ne du të kuptojmë i diçka. Unë kam i den, që thash si që nisa, që duke e përsëritur këtë, ose si shtot populli hu më hu, kam i den që huri këtë radhë për Edi Ramën do jetë Belinda Balluku. Jo për këtë çështje për tunelin e Llogaras, thjesht. Në djenin time Belinda Balluku del gati në gjitha çështjet e fundit që janë për autostrada, koncesionet të mëdha, e tjere. Nuk duhet të harrojmë Baba Rama, pse them që është një huj fort për Edi Rama këtë radhë? Sepse Belinda Balluku ndryshe edhe nga Erion Velia, edhe nga Meta, edhe nga kushdo tjetër, ka qenë me Edi Ramën, se ne harrojmë pjesën e parë të Edi Ramës. Harrojmë ato akuzat e 20% që një komision parlamentar që u zhduk në bodrumet të prokurorisë, ka qenë një komision i fort parlamentar me zotin Paloka apo Oldashin atëherë. Oldashin. Dhe një kamion... 5 vjetë para të vim tani këtë... Po, kjo ka qenë që në kohën e bashkisë me Edi Ramën. Po. Është një nga njerëzit më të besuar. Besi del me shpirtin. Dhe po them, do më thënë që si lëshimi, si mos lëshimi politikisht flasë, sepse unë jam nga ta që besoj që s'ka gjë në dorë tek Spaku, është do jetë shumë i vështirë me Belinda Ballukun. Dhe kjo po ndihet në fakt një farë ftohtësie, po ndihet dhe tek ceremonia që përmendet thezës të flasi me zotit Nano, është ndier në rrjetet sociale një farë braktisi ose një farë fshirje të fotografive të bashkëpunëtorëve. Tani se Berisha thot pafund. Jo, janë fakt po. Është fakt, është e vërtet që e kanë... Berisha i merë o bur nga këte dhe i kanë... Që ka filluar rëtushimi i fotografive. Po ka edhe qëllon do njëro, Baba Rama. Tani, çështja është që unë shikoj një acarim, sepse Edi Rama nuk është barë shumë e rëndë,
është barë shumë e rëndë për... Po përse duhet marri këtë kosto pas të ajdo? Pikërisht, pra, dhe këtu dalin tek huri, që të thash, është huri më, rëndaj tani sa profilin që para 20 e ca vjetës që kur ka qenë kryetar bashkie, ka qenë krau i djathtë dhe i besuar. Dhe në këtë kuptim, tani, kush është dilema e Edi Ramës? Nuk pyeta i për dy standartet që thua ti. Ti e di shumë mirë, ke patur këtu i ke treguar dy stema të teatrit kombëtare dhe ti ku nga studia i the, ja ku është një rastem, ja ku është stema tjetër, kjo bën 1.000 lek, kjo bën 30.000 euro, e ke përësysh, kjo... Po. Tani, edhe tha, i ka unë tha, miru pashim tha. Tani, aji nuk pyet, as për këtë vendimin e gjykatës kushtetuese që thonë, rëzoj Ramën, nuk pyet sepse ka rëzuar kushtetuesja dhe Xhaçkën dhe mbrojti në parlament, nuk pyet as për dy standarde, as për një standard, as pse ka thënë para 5 vjetësh për atë të lushnjës kështu. Gjithë halli ti është sepse Belinda Balluku është e paparashikueshme në qoftë se ai heq, sepse në qoftë se Belinda Balluku ikën nga kryeministre, proceset e saj do përshpejtohen. Është zëvendës kryeministër. Është zëvendës kryeministër. E se ndërgjigjet të dolin ndryshe. Në rregull jeti, de facto. Po ajo ka 3 vjet që vetëm është. Sot për shembull Baba Rama, sa për dieni, është firmosur më në fund, është hapur tenderi nga qeveria e Shqipërisë për Fierin dhe për Elbasanin, që të shkojnë të garojnë biznesmenët se kush do bëj landfillin më të mirë. Do më thënë, ligjërisht tani, ata incineratorët aty fole për zojt, edhe në Fier, edhe në Elbasan, sepse do ndërtojt landfill, do kthehemi atje ku ishim. Tani këtu është krimbur dhe këtu është bërë mullari, ashtu sa që Edi Rama tani qëndron, dhe këtu unë jam për analizën politike që thot dash, Edi Rama qëndron këtu vetëm sepse, si i thonë asaj gjë, do më thënë nuk ka kusht ta shty, nuk ka opozit, nuk ka alternativë. Ti shikot se çfarë ndodh, ne folëm për Dorëheqin. Po s'ka shumë kohë që një tren në Greqi, Baba Rama, doli nga shinat dhe ministri i brendshëm dha Dorëheqin, apo ja? Infrastrukturës. Çfarë kishte atë makinistin? E kishte gjë pushuria që dha Dorëheqin? Ja, bajte një përgjegjësi. Fare, pa lidhje fare, që një makinist e zë gjumi apo ka pirë alkool, Ministri kishte përgjegjësi se gjendra e sistemit e kurudhor ishte e kolapsuar. Unë këtë përgjegjësi... Kishte bërë investimet e duhura. Prandaj marrim e kurudhane. Dhe të mbaroj, unë këtë përgjegjësi nuk e kërkoj nga Erion Veliaj. Nuk e besoj gjallë në botë. Po ta kishte bërë, e kishte bërë. Nuk e kërkoj nga Belinda, jo. Sepse dhe Belinda është peng. Dëgjoj, ne duhet kuptojmë... Peng i kujt? Është biznes Ministria e Belindës, firma e Belindës. Është biznes, është aeroporti i Vlorës me që do ta hapje, është Kashar Thuman, është Andej, është këtej, gjitha e kenë spak në netim, edhe në prokurori. Dhe është biznes, dhe në qoftë se ti pret biznesin, patjetër që pret dhe grupet të caktuara interesash shumë të mëdha. Por, unë nuk e kërkoj as nga Belinda, dhe sepse s'ka vete në dorë si që se ka dhe Erion Veliaj. Po ama nga kryeministri? Kryeministri tani, në qoftë se dhe kryeministri nuk ka fuqi, qa ka këtu për të menduar për t'i thënë Belindës për qafe, ta ulla tjeti thot vazhdo me pozicionet e ka bërë, me të tjerë, më përpara me Tahirin, në fund, pas të dorëzua e vendosi në pozicione partijake. Ajde këtu bëu antare kryesia... Po ndoshta ka pasur informacion apo jo, zoti Beci? Shiko, ideja është tu që qenë se magazinieri... Ka një diçka që nuk shkon këtu, sepse kostu e Ramës, këtë radhë shumë e madhe, në marrëdhënie, sepse Rama e ka bazuar gjithë bazamentin në marrëdhënie ndërkombëtare. Tani imagjinohet, tani ka dalë lajmi, dhe ti do shikosh dhe gazeta, sidomos britaniket nuk të falin, do fillojnë shkrimet për Belindën, që është ashtu, siç po fillojnë për aeroportin e Vlorës. Ideja është tu. Që dhe aty është Belinda, dhe te aeroporti. Me qenë se magazinieri fruta perimeve, që në rastin konkret është kryeministri që thot njëri më hëngri kumblla, tjetri më hëngri moll, nuk arrin të kontrolloj do të punonësit e magazinës, atëre patjetër që drejtësia do bëj punë vet. Në rastin konkret ku jemi, fakti që në prokurori ka filluar të merret e pandehur zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë, shënon dy elementë shumë të rëndësishëm. Po pra, zëvendës kryeministri nuk thash ish para, prandaj jam korrekt. Pikërisht pra, po s'është e parë. Shënon një arritje shumë të madhe të prokurorisë posaçme për sa i përket goditjes së korrupsionit në nivelin e zyrtarëve të lartë, dhe e dyta, krijon një standard të cilin ne duhet të mendojmë që derisa në Shqipëri ka shumë kumbulladashës, ka shumë olldashës që duan të hanë patjetër në kurrizin e kryeministrit,
mund të rregullohet legjislacioni dhe të bëhet siç është për gjyqtarët dhe prokurorët. Kur një gjyqtar dhe një prokuror merret i pandehur dhe fillon çështje penale dhe merret i pandehur, ai pezullohet automatikisht nga detyra. Atëherë, le të zgjidhet kjo. Ka propozuar SPAK-u dhe GKK-ja në parlament. Le të zgjidhet kjo situatë që në atë moment sepse ne duhet kemi dy standarde. Duhet kemi një standard të cilin duhet ta mbajmë deri në fund. Në rast se ne themi që drejtësia shqiptare ka tepruar me arrestet në burg dhe është e drejtë ajo ta mendojmë që arresti në burg është masë ekstreme, atëherë të zgjidhim një masë tjetër. Kush merret i pandehur nga nëpunësit zyrtar të Republikës së Shqipërisë, automatikisht do të pezullohet derisa të mbarojë procesi. Po, nga funksionet shtetërore. Nga çdo funksion shtetëror. Dhe kjo jep një zgjidhje Po kjo është, jemi duke folur në aspektin etik. Vendet e tjera e kanë në ligj. Jo, s'më kuptove, nuk është në aspektin etik. Në Shqipëri ne kemi këtë shembull. Në legjislacionin shqiptar, një prokuror dhe gjyqtar i cili nivel që është, do duhet që të pezullohet. Në rast se merret i pandehur, pezullohet. Atëherë, për çdo nëpunës publik, për çdo zyrtar shteti, në rast se ai merret i pandehur nga një gjykat apo nga një prokurori dhe dërgohet për gjykim, ai automatikisht duhet pezullohet. Dhe ne nuk duhet ta lëmë në ndërgjegjjen e mundem të them diçka të drejtor. Unë kam një dyshim shumë të madh te gjithë kjo histori. Së pari njëre kam fillu me dyshimin me Erion Veliajn që kur tha do e shkarkojmë se ka nevojë Tirana, sigurisht aty 9 muaj. E bëri gjithë procedurën posaçërisht ashtu për t'i dhënë një mundësi Erion Veliajt që të dilte të merrte të fitonin që donte të fitonte gjithë më radhë. I krijoi një mbrojtje artificiale. Edi Rama dhe tabori i tij janë bërë inovativ. E provuan me SPAK-un me t'u vënë kundra, e provuan me t'i dalin proteste, e provuan me gjitha, nuk ja arritën dot. Tani janë bërë inovativ. Kur e ke dëgjuar Edi Rama për herë të parë thotë që do ndryshojmë sistemin politik në Shqipëri? Kur doli lajmi i zonjës, pra të merremi, duhet të ketë Shqipëria senat apo jo, të merremi me seksin e ëngjëjve. Nuk është çështje senati. Mirë, po të kthehemi. Nuk është më çështje senati, jo. Të kthehemi tek muret e Konstantinopojës. Tani do të qëndrojmë tek kjo. Ka pretendime që se ndaj prokurorisë dhe sidomos prokurorit të çështjes është ushtruar presion. Ky presion, nëse është e vërtet që ka pasur apo jo, dhe nëse ka pasur efekt ose mund të ketë efekt. Tani vetëm një gjë është e sigurt. Unë kam bindjen, fakti që prokuroria e posaçme i ka komunikuar akuzën është 100% e sigurt që ajo akuzë do qëndrojë në gjykat. Për këtë ti je i bindur domethënë. Si? Tjetër gjë, ishte tjetër kund. Po, jo, do të them tjetër gjë. Ai po thotë që do ta them këtë gjë. Prokurori nuk të rriqet më nga kjo ti zotëri. Mirë, varet se makina ka 5 marsha, me çfarë marshi do eci e kanë fjalën. Nuk të rriqet më prokurori, nuk të rriq më akuzë prokurori. Problemi është a do vëmë në drejtim tjetër. Kjo po. Për sa kohë prokuroria thotë që ka akoma nevojë për hetime, mund të ketë element për vepra të tjera. Erion Veliaj bëri i ramurit me kokë nga një akuzë për korrupsion përfunduar në 9. Po mirë, edhe e sulmoj drejtsinë, edhe e sulmoj prokurorin. Po pra. Shiko. Edhe gjykatësin, tha ky është çanta, ky është agenti greku ta. O zoti Babara, mos flasi me aludime dhe me mundësime. Një person që të merret i pandehur do të dhënat mjaftueshme dhe prova konkrete të cilat prokurori ja bën prezent. Fakti këtu tash a kemi presion apo jo? E pare punës, duke qenë zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë, a priori presioni është i futur në xhep. Sepse konkludohet me faktin që ti drejton tër ekzekutivin dhe në një formë apo në një tjetër ti ndikon patjetër me mënyrën se si ushtron detyrën, ndikon patjetër të presion në mënyrë qoftë indirekt. Ne nuk mund flasim për presion në mënyrë direkte. Ndikon te shefi Garda, se më shefin e Gardës. Për këtë arsye, patjetër që prokurorisë posaçme nuk ndihet e rehat kur do marrë të pandehur zëvendës kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. A ndihet komod? Po, ndihet komod për faktin sepse këtu zullumi është trashur aq shumë sa ka i shumë prova, sa nuk mundet askush të vërë në dyshim një vendimarrje të prokurorisë posaçme përsa i përket faktit që zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë është përfolur për shumë tendera, është përfolur për shumë afera. Dhe duke qenë se e ke a priori faktin që ti po merresh me zyrtarët më të lartë të ekzekutivit shqiptar, patjetër që dhe ti do marrësh masat e tua. Dhe masat e tua kryesore për mua janë taktike. Fakti që ai e merr të pandehur.
fakti që nuk tërhiqet dhe merret Pandehur dhe bashkëpunëtorët e saj, duke parë mënyrën e sjelljes, ka në dorë dhe masën e sigurimit nesër. Masa e sigurimit nuk është e lidhur automatikisht vetëm me provat. Masa e sigurimit është e lidhur dhe me mënyrën se ti si qasesh ti ndaj hetimit. Në dijenin tënde ka bashkëpunim ndërkombëtar në këtë çështje për cilën im duke folur? Deri tashti, në pikpamje formale nuk ka pse të ketë bashkëpunim ndërkombëtar. I vetmi bashkëpunim ndërkombëtar që mund të jetë është ti të çojmë letër porosie autoriteteve turke të drejtësisë dhe ti themi ai turku që u shtuan 40-60 milionë euro. Ka fjalën për ka ndonjë lek apo jo? Kur bashkëpunim ndërkombëtar. Ka fjalën për amerikan. Nuk është ka prania aty. A kemi nxitje ndërkombëtare, do e thosh, jo bashkëpunim ndërkombëtar. Nxitje ndërkombëtare ti e ke në çdo deklaratë, me ndihmës zonë sekretarin Amerikan të Shtetit. Aty ishte. E ke në faktin që çdo deklaratë i zyrtarëve të lartë është vazhdoni luftën kundër korrupsionit të nivelit zyrtarëve të lartë. Më shumë se kaq nuk mund të kesh mbështetje. Sa ai nuk do të vitë të firmosi pyetjen e Pandehurit këshilltari amerikan. Ja një rast konkret. Telefoni ku ka filluar i Biberit, Evis Biberit, ish drejtori i ARSH-s, se sot edhe drejtori që është në detyrë u mori Pandehur. U mor sot. Iku njeri, ishi, edhe ky pa digresione polit, lutem. Po jam bashkëpunëtor. Nuk është bllokonin dot, se ishte BlackBerry. E kupton, janë 2 telefona biles dhe i bashkëshortes. Ishin BlackBerry, se këta mbajnë dhe BlackBerry. BlackBerry e mbajnë tani vetëm FBI-ja, biles është zhdukur fare dhe drejtorët e bankave, që kanë të dhëna shumë konfidenciale në Amerikë. Janë hequr ta. Ta këtu tani vazhdojnë përdorin BlackBerry. BlackBerry ka një sistem kodimi shumë të fortë. Sa që prandaj falimentoi dhe BlackBerry, se ka qenë historia e një terroristi, duhet harxhonte CIA $2 milion, dhe çështja është që këtë, me që pyete për amerikanët, e morën amerikanët dhe e rikuperuan, e çbllokkuan. Qartë. Që gjatë tyre 12 vjetëve, kush është vetë shpallur ose bashkëpunëtorët, entourazhi vet e ka shpallur si numrin 2, si pasardhësin e Ramës, ka një fat tragjik, që nga Sajmir Tahiri. Si e shpjegon këtë të tërë? Qa fati, qa fati kiq. Ma që lodhi shumë, se këtë punë e numërimit ka vite gjithë, nuk ka numër 2, poshtë Ramës, as poshtë Berisës, me thënë drejt. Fillon numërimi, mbas 100, janë 100 vene bosh, pasaj filloj 101, 102... Po këta nuk e din, apo? E din që që keve dhe. E pëlqet. Absolutisht që e din, si që din dhe ne nga palat. Nuk ka numër 2, sepse, kënë thënë, për para diktatorit janë gjithë zerë, nuk ka numër. Ky është autokrati, ky urdhëron, ky i heq, ky i vedh, dhe jam e sigur të në këto historit, do presim, që jam prej aty në që flasë, legjës marveshje, se s'jam përvërë. Do të shikoni që këtu gjërat në asë një loj rasti nuk janë bërë, si me thëmë pa provimin e Ramës, si me ndoni ju gjithë të gjërat të rëndësishme, këto miliona, këto vendime, këto koncesione i jep një minister, këtu dhe i leje atje, me marë i leje palatit, ti do kalosh në përdurë të atit, jo, shu që ti ju t'jeni sigur që në shumis e këti gjëra shkuj vete. Po këta pëse se tregojnë, apo janë rritur me, nuk i tregojnë shokët, janë rritur me filmat e Kinostudios Shqipëria e Re. Kjo është mardhënje, si me thënë, ndërsjel, të rëzikshme, në i farë mënyre, po realiteti është kjo, që logika më qonë mu. Nga eksperiencë e gjatë, kam qenë dhe vetë ministrë e kësi gjërat, nuk është se këti autonominë, do diskutohet, ma të që ke shefe, do të shu, ka shumë, gjëra këtu, edhe këtë din të gjithë shqiptarët, mas bëjmë pjesë në budëllajtë. Ju si me ndoni, ato koncesionet e shëndetësis, i ka dhënë a i, që është mburg, jo vërësat, a i mund i ka dhënë, ka firmos dhe a i, në është diku ka fut dhe gishin dhe a i, po i ka vendosë a i që është i pare vëndit, si që ndodhë dhe për para, edhe koha e të regoj. A i që jetë në rrugë dhe këtë kjo fasatë... Kreshnik e një ta pyetje për ty. Prandaj, kjo ideja që kjo është numri 2, këtë kanë qefta vetë thonë shqiptarët, që kjo është 2, që kjo është 3, s'ka numër atje. Zakonisht e thonë dhe kur du nda majmë qafë në njerin. I 100 vëndë bosh, pasaj fillon numërimi. Së është numri 2 të dhe një shiko, edhe a i tregoj koha më.
Ja, zëvëndës ministrët, kryeministrët, 1, 2, sa bëbënë, kryetari bashkisë, a i tjetëri, ku që kanë këto numra? Se numrat kanë i farë peshe, reagojnë në i farë mënyrë. Kjo të regonë që i mbrënda këti sistemi që është ngritë në Shqipëri, nuk ka numra. Janë këtu, janë 2 vete qeverisë në Shqipëri, ku që thadë, ka vite që qeverisë, e mbaroj kjo punë. Ta shi boj qeverisë këj, ma keqë se sa tjerët, më gjatë se sa tjerët, dhe keqëja kur rinë gjatë, bët edhe ma i keqëja akoma, kjo është diferenca, për këtu nuk është se ka këtu në brënda qeverisë një debat kolegjal, po e them aty në brënda gjitha për prioritete, për zotëri orë, zotëri kërëministër, më duket se po me ndonë gabim, nuk po them që e ke gabim, më duket se po abuzon, po të paktën me thënë, më duket se sigur së shkon kjo punë. Por gjëra që bëjnë mu, unë ja kam thënë parlament 20 herë, që është këj grupë deputetet, mesatarisht kanë 12 vjetë, 80 deputetet kanë pas socialistë. Unë s'maj me njëmërt, edhe një ras veçantë, për një ligjë veçantë që kuptohet që është shkel shteti me 2 akambët me thonë, ore më duket se e keni gabimëra, ore me pas dyshimin, duket se gjërat po shkojnë keqë. Atje, asë i jerë se ka bëtë, se ta thash është ndërtu një sistem i tillë që vlera s'ka më vlerë, asë drejta s'ka më, sistemi i karrierës është Kreshnik, me 2-3 fjali, Kreshnik, të lutem, si e shpegon ti këtë fatalitet që ndjek këta që entourazhi i veti përcakton si pasardhës së Ramës? Që nga Sajmir Tahiri, Erion Veliaj, Ahmetaj, dhe Ballukus tani së fundi. Ajo që është më shqetësuese si problematikë në Shqipëri është që deri dje në çdo analizë konsideroi që mos ndëshkueshmëria ishte elementi kryesor që zhvillonte korrupsion. Sot përballemi me një nga fenomenet më të papritura për shoqërinë dhe për publikun, edhe për ata të cilët e njohin politikë, që do të thotë, sa më shumë po arrestohen dhe procedohen, aq më shumë po rritet korrupsioni. Pra, askush nuk ishte pritur, deri dje thonin, shikoni, të bëhet shembull 3-4 veta se shikoni si nuk guxon njeri. Sot ndodhe kundërta. Pra, shoqëria po përballet me një të papritur tjetër. Nuk është më mos ndëshkueshmëria çelësi i suksesit në parandalimin apo luftën kundër korrupsionit. Përkundrazi, korrupsioni në Shqipëri po shënon rekorde, po thellohet. Dhe kjo tani i bie që të ketë një revolucion mendimi, një qasje krejt të re në mënyrën se si do ndërtohet sistemi. A kemi një sistem tërësisht të kapur? Apo një mentalitet i cili është ngulitur tek gjithë shqiptarët që po pate i gjën dorë duhet përfitohet. Nga ana tjetër, se ta tensionojmë pak bisedën, unë jam pak kundër asaj idesë që Rama vërtet është që s'ka 2, 3, 4, 5, po ka një dysh të përjetshëm. Ka Sali Berishën dysh, që ka instrumentin për të realizuar të gjithë tenderat politik, ndryshimin e kushtetutës, legjislacionit, sistemit elektoral, etj. Atë nuk e ndryshon Edi Rama. Deri ai është oksigjeni, paterica, çdo gjë për të. Belinda, Tarbenin, Sajmirin, Sajen, gjithë i ndryshon. Atë se humbet dot. E ka zëvendës kryeministër për opozitën. E ka zëvendës kryeministër për të formalizuar sistemin politik në Shqipëri. Atë nuk do të ndaj asnjëherë nga mënyra e sistemit të qeverisë. Okej, që ti mos e përsërishin tani, po. Do i ftoj donë që të ndryshonin tërësisht argument për